Ndërsa një burr i dhemshur qëndronte në shtratin e tij të spitalit duke ju afruar fundit të jetës, qeni i tij i dashur u soll për t'i dhënë lam të mirë. Megjithatë, ajo që ndodhi më pas i la të gjithë pa fjalë. Ryan Jason jetonte një jetë në dukje të zakonshme në Kaliforni, duke gjetur kënaqësi si kopshtar. Gëzimi i tij buronte jo vetëm nga kënaqësia e krijimit të bukurisë, por edhe nga liria dhe kreativiteti ngulitur në punën e tij. Një ditë, ndërsa kalonte nëpër një varrezë gjatë rrugës për në shtëpi, një shkurtore që i kursente 15 minuta ecje, rutina e Ryan mori një kthes të papritur. Duke ecur me zvarreve, ai vuri re diçka përpara. Një figurë misterioze ose krijesë që ngjalli kurjeshtjen e tij dhe ndërpreu ritmin e zakonshëm të udhëtimit. Kur ju afrua, zbuloi një këlysh të friksuar dhe të uritur në shteg. Një shpirt i lëmpasdore që nuk kishte përjetuar kujdes për një kohë të konsiderueshme. Me zgjuarsi, duke krijuar një litar të përkohshëm nga rripi i tij, Raja vendosi të çonte qenin e vogël në shtëpi. Pavarësisht gjendjes fillestare të këlyshit, plot me pleshta dhe merë të keqe, Ryan njohu nevojën e tij të merituar për dashuri. I vendosur të ndihmonte këtë krijesë të braktisur, ai e quajti Molly, një boksere me një hijeshi të pamohueshme. Pas pastrimit të plot, heqjes së pleshtave dhe sigurimit të ushqimit për Mollyn, Ryan filloi një mision për ta ribashkuar me pronaret e saj. Për çudinë e tij, askush nuk kishte raportuar një këlysh të humbur që përputhej me përshkrimin e Mollyt. Pavarësisht përpjekjeve të mëdha, origjina e Mollyt mbeti një mister, pothuajse sikur ajo të kishte dalë nga asgjëja. I shtyr nga dëmshuria, Ryan, një individ me zemër të mirë, vendosi ta mbante Mollyn një pjesë të përhershme të jetës së tij, duke i ofruar ngrohtësinë dhe kujdesin që meritonte larg ftohtësisë së shtrehave apo mjediseve institucionale. Gjatë 6 viteve të ardhshme, lidhja mes Ryan dhe Mollyt u thellua në një lidhje të jashtëzakonshme, duke te kaluar shoqërinë tipike mes një burri dhe qenit. Të pandar, ata u shndërruan në mishërimin e miqve më të mirë, rrallëherë duke u ndarë. Në një shfaqje prekse të besnikërisë, Molly madje u bë shoqëruese gjatë ditës së punës së Ryanit, duke vëzhguar me kënaqësi ndërsa ai punonte si kopshtar gjithë ditën. Gëzimi i tyre i përbashkët shtririn në shëtitjet e tyre të dashura në përpyllin e qetë aty pranë. Ryan zhytej në heshtje qetësuese të këtij strehimi të qetë në harmoni me natyrën, ndërsa Molly gëzoi me harreta kufishme, duke ndjekur shkopinj, duke lehur pazogjve dhe duke shijuar lirim për të shtrirë këmbët. Përfundimisht, duke u vendosur në një copë bar ose në një trung mikpritës, ata pushonin, duke shijuar një piknik të vogël të përgatitur me kujdes nga Ryan. Për Ryanin dhe Mollyn, këto momente u bën një stret çmuar, një pushim nga e zakonshmja, duke u lejuar të shijonin thjeshtësinë e përvojave të tyre të përbashkëta dhe të vlerësonin me të vërtet kohën e çmuar që kalonin së bashku. Megjithatë, një mëngjes fatkeq, Ryan u zgjua me një dhimbje koke torturuese, një ndjesie e qetësive sa duke sikur kafka e tij mund të çahej. I pazakont me migrenat apo ndonjë sëmundje të rëndë të lidhur me kokën, ai fillimisht të hodhi poshtë si një episod të izoluar. Megjithatë, ndërsa orët kalonin, në vend që të ulej, dhimbja u rrit në një nivel të padurueshëm, gati sa e bëri të rrëzohej. I alarmuar nga serioziteti i gjendjes së tij, Ryan vendosi të merrte situatën në dorë, duke kërkuar ndihmë mjekësore urgjente në spital, duke kuptuar intuitivisht se kjo nuk ishte një dhimbje koke zakonshme. Shqetësimet e tij ishin të justifikuara. Ekipi mjekësor filloi menjëherë një seri testesh dhe ekzaminimesh, duke zbuluar një diagnozë të tmerrshme. Ryan po përballej me një hemoragji ventrikulare të trurit. Kjo gjendje e rrezikshme përfshinte gjakderdhje të rënde, potencialisht vdekjeprurëse brenda ose rreth ventrikujve të trurit. Pasojat janë të rënda, pasi gjakderdhja intrakraniale ushtron presion të madh mbi qelizat nervore vitale, duke çuar në dëmtime të pakthyeshme dhe hijen e afërt të dëmtimit të trurit, ose, në skenarin më të keq, vdekjen. Jeta e Ryanit kishte marrë një kthes të paparashikuar dhe të rrezikshme, serioziteti së cilës kërkonte ndërhyrje mjekësore të menjëhershme dhe gjithëpërfshirëse. Trajtimi efektiv i kësaj gjendje kërkon veprim të shpejtë dhe vendimtar për të korrigjuar situatën dhe për të shpëtuar çdo shpresë për mbijetesën e personit dhe rikthimin e jetës së përditshme. Natyra e çrregullt e saj shpesh e bën atë një kthes të padrejtë dhe të rastësishme të fatit.
Pavarësisht përpjekjeve të sinqerta të ekipit mjekësor, Ryan u zhyt në një koma, një gjendje rrezikshme që paradoksalisht paraqet sfida dhe mundësi. Ndërsa skenari ideal do të përfshinte mungesën e komës, ky pushim i paqëllimshëm u jepte profesionistëve mjekësor një dritare të ngushtë për të ndërhyrë dhe trajtuar çështjet themelore ndërsa trupi pushon. Të ballafaquar me detyrën kritike të zbutjes së efekteve të hemoragjisë ventrikulare, mjekët dhe kirurgët punuan me zell për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të kthyer çdo dëmtim të mundshëm që Ryan mund të kishte pësuar. Spekulimet u ngritën për shkakun e katastrofës mjekësore të papritur, por fokusi u përqendrua te ndërveprimi mes presionit të gjakut të Ryanit dhe dashurisë së tij për pije energjike, një kombinim potencialisht i rrezikshëm. Megjithatë, situata mbeti pa ndryshuar pavarësisht përpjekjeve të mëdha që përfshinin çdo rrugë të mundshme trajtimi, nga ndërhyrjet mjekësore deri te procedurat kirurgjikale. Gjendja e Ryanit, e mbuluar nga pasiguria, paraqiste një enigmë të nderlikuar që sfidonte zgjedhjet e menjëhershme, duke I lënë profesionistët mjekësor të përballeshin me sfidën e thellë të rikthimit të tij në tërgjegje dhe zbutjen e pasojave të kësaj krize shëndetësore të paparashikuar. Në trazirën e dhimbshme të emocioneve, familja e Ryanit u gjend duke u përballur me një vendim të mundimshëm: shqyrtimin e zgjedhjes së vështirë për të shkëputur sistemet të mbështetjes së jetës, duke I lejuar atij një largim të qetë. Ky vendim I ngarkuar me implikime të thella qëndronte si një nga më të vështirët dhe shpirtërisht raskapitës që kishin përballuar ndonjëherë. Balanca delikate mes mundësisë së dobët të rikuperimit të Ryanit, nëse do të shfaqeshin përparime mjekësore, dhe realitetit të ashpër të dëmtimit potencialisht të pakthyeshëm të trurit, rëndonte shumë në zemrat e tyre. Ndërsa vlerësonin me kujdes të mirat dhe të këqijat e çdo trajektoreje, familja u përball me dilemën e dhimbshme të vendosjes se çfarë do të ishte më e mira për mirëqenien e Ryan. Përfundimi I trisht doli se tërheqja e mbështetjes së jetës përfaqësonte veprimin më të dhëmshur, duke u përgatitur për lamtumirat e afërta. Familja pranoi se ky moment prekës do të ishte I paplot pa një prani të rëndësishme, Mollin. Lidhja e dukshme mes Ryanit dhe Mollit ishte e pamohueshme dhe ishte qartë se Molli kishte ndjerë thellësisht mungesën e tij gjatë shtrimit të tij në spital. Duket e përshtatshme që asaj t'i jepi mundësia për t'i thënë një lamtumir të fundit. Për fat të mirë, stafi I dëmshëm I spitalit pranoi kërkesën e sinqertë të familjes, duke letësuar një ribashkim prekës mes Ryanit, familjes së tij dhe shoqëruesit besnik, që kishte thurur një fije të pashlyeshme në pëlhurën e jetës së tij. Pavarësisht ndalimit të pikë të qenve brenda ambienteve të spitalit, u bë një përjashtim I dëmshur, duke njohur rëndësinë e thellë të Mollit në jetën e Ryanit dhe anasjelltas, rëndësinë e Ryanit për qenin besnik. Kur Molli hyri në spital, ajo u prit nga prania solemne e nënës, babarit dhe motrës së Ryanit, të cilët e prisnin me zemër të rëndë. Familja hyri në dhomën e Ryanit duke u përgatitur për të dhënë lamtumirën e fundit, përpara momentit prekës kur sistemet e mbështetjes së jetës do të hiqeshin. Zakonisht e gjallë dhe e vrullshme, Molli tregoi një rezervë të pazakontë, duke u dukur pothuajse e turpshme. Kjo devijim nga sjellja e saj e zakonshme linte të kuptonte për një ndjeshmëri të jashtëzakonshme ndaj seriozitetit të situatës, një kuptim I mpret I trishtimit të dukshëm që mbështillte dhomën. Me kujdes Molli u afrua Ryanit. Entuziazmi I saj I zakonshëm u zbut nga një solemnitet I pazakont, duke ndjer peshën e momentit. Molli u hati me delikatesë rreth Ryanit dhe bishti I saj I futur me skëmfe ishte një njohje e pashprehur e atmosferës solemne. Duke parë nevojën për ngushëllim, nëna e Ryanit e ngriti butësisht Mollin dhe vendosi në shtrat pranë tij. Në këtë tablo prekës, Molli u vendos duke marrë një pozicion të qetë shoqërimi, duke nuhatur butësisht fytyrën e pronarit të saj, ndoshta duke ofruar një siguri të heshtur në fillimin e lamtumirës së afërt. Duke vazhduar me drojë dhe shqetësimin e dukshëm, Molli e njohu thellësisht Ryanin, pavarësisht rrjetës së tupave dhe telave që e rrethonin. Duke lëpir butësisht fytyrën e tij dhe duke lëshuar një rënkim të lehtë, shikimi I Mollit drejtuar familjes së Ryanit, duke sikur u lutej atyre për ndihmë, për të ndihmuar pronarin e saj të dashur. Megjithatë, realiteti ishte se kompleksiteti I situatës I linte të gjithë të ndiheshin të pafuqishëm.
Në një moment prekës, Molly tani e dorëzuar dhe dukshëm e trishtuar, dukej se kuptonte seriozitetin e rrethanave. Motra e Ryanit, e prekur nga dëmshuria, ngriti butësisht dorën e tij dhe vendosi mbi shpinën e Mollyt, duke përcjell një ndjenjë ngushëllimi të ndërsjellët. Kjo tablo prekse u shpalosi një spektakël zemërthyes, duke kapur lidhjen e thellë mes Ryanit dhe Mollyt, një lidhje që t'i kalonte kufizimet e fjalëve. Dëshmia e thellësisë së pikollimit të Mollyt u bë një valë emocionale duke nxitur lot nga të gjithë të pranishmit. Në përgjigje të lutjes së pashprehur në sytë e Mollyt, familja e Ryanit bëri një premtim solemn për të kujdesur për të në të ardhmen, ndërsa Molly niste udhëtimin e një jete të lumtur dhe të përmbushur për Ryanin. Garancia ofronte siguri, por ishte e pamohueshme se në thellësitë e zemrës së saj të qenit, Molly do të mbante përgjithmonë një dashuri dhe mall për Ryanin që t'i kalonte kufin të shprehjes. Çfarë mendoni për këtë histori zemërthyese? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë. Dëgjojmë herën tjetër.